Dhe nga disa qytetarë dhe Për mua u duk një proces i qetë. Proceset zgjedhore janë të rëndësishme për qytetarët, për vendin dhe për demokracinë. Po kjo ditë e sotshmja ka një rëndësi të veçantë për faktin që kemi hapur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Për herë të parë voton diaspora dhe zgjedhjet duhet të plotësojnë standardet më të mira. Kjo ditë e sotshmja mendoj që duhet jetë një ditë e gëzuar, një ditë feste, ku qytetarët duhet të shprehin lirisht vullnetin e tyre, pa presion, dhe kuptohet me përgjegjshmëri që zëri i tyre të dëgjohet. Po kështu, do të jetë dhe procesi i administrimit dhe procesi i numërimit, dhe administratorët zgjedhor e kanë për detyrim ligjor t'i përgjigjen kërkesave të qytetarëve shqiptarë. Uroj më të mirën për qytetarët shqiptarë.